Nga një banesë në ndërtim me borxhe modeste në vitin 2011 tek një portofol pronash që shtrihet nga lagjet elitare të Prishtinës deri në Melbourne të Australisë. Ky është rrëfimi i rritjes financiare, strategjisë së investimeve dhe dokumenteve që mungojnë në faqen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit për familjen presidenciale të Kosovës, Osmani Sadriu. Në vitin 2011, Vjosa Osmani, atëherë një deputet e re, deklaronte një pasuri që sot duket pothuajse e pabesueshme për statusin e saj. Ajo zotëronte vetëm 1.016 euro kursi me kesh dhe një borxh prej 22.000 eurosh ndaj kompanisë Global Construction për një banesë që ishte ende në proces ndërtimi. Në këtë kohë, Prindon Sadriu ishte kolona financiare e familjes, duke sjellë me vete pronat në Australi, shtëpi dhe tokë, por edhe një barë të rënd, një kredi prej 150.000 eurosh ndaj bankës CBA në Australi. Për gati një dekadë ky borxh masiv do të shërbente si shpjegimi kryesor për mungesën e kursimeve të mëdha në Kosovë. Duke gërmuar në deklaratat e tyre pasqyrë, vërejën disa mospërputhje teknike që përsëriten ndër vite, veçanërisht për asetet jashtë vendit. Në vitin 2024, presidenti ja deklaron vlerën e shtëpisë në Australi në 520.000 euro. Në të njëjtin vit, bashkëshorti i saj, zotëria i parë, liston të njëjtin aset me vlerë 510.000 euro. Kjo diferencë prej 10.000 eurosh nuk është domosdoshmërisht fshehje, por tregon një mungesë koordinimi në vlerësimin subjektiv ose në konvertimin e dollarit australian në euro në ditë të ndryshme. Një tjetër nuancë vërehet tek qiraja, ndërsa bashkëshorti në vitin 2024 deklaron të hyra vjetore prej 12.000 eurosh nga prona në Australi. Në deklaratat e mëhershme të presidentes, kjo shumë figuronte shpesh me ullët rreth 3.300 deri në 4.000 euro, duke lënë të paqartë nëse bëhet fjalë për rritje të çmimit të qiras apo për mënyrën se si raportoheshin këto të hyra familjare. Pjesa më integruese lidhet me shpejtësinë e shlyerjes së detyrimeve financiare, e vërtetuar përmes 3 datave kritike të dorëzimit të pasurisë. Më 27 mars 2023, çifti deklaron një borxh total prej 70.000 eurosh, 60.000 euro keste të papaguara ndaj Marigona Hill dhe 10.000 euro borxhe shtesë. Në anën tjetër, huamarrja për banimin në Melbourne ishte 80.000 euro. Më 7 maj 2024, pra pas 13 muajsh, borxhi ndaj Marigona Hill zbret në 40.000 euro. Huamarrja në Australi zbret në 65.000 euro. Brenda pak më shumë se një viti, çifti ka shlyer 35.000 euro detyrime neto. Më 29 mars 2025, borxhi për punët e shtëpisë bie në vetëm 16.000 euro, ndërsa huamarrja australiane zbret në 40.500 euro. Nga marsi i vitit 2023 deri në marsin e vitit 2025, saktësisht në 24 muaj, çifti Osmani Sadriu ka shlyer gjithsej 54.000 euro borxhe ndaj shtëpisë në Prishtinë dhe 39.500 euro borxhe ndaj shtëpisë në Melbourne. Në total bëhet fjalë për 93.500 euro të shlyera brenda 2 viteve, një shifër që te i kalon të ardhurat totale neto vjetore të tyre si paga rreth 50.000 euro të përbashkëta në vit, duke lënë të kuptohet se shlyerja është mbështetur ndoshta në meditje apo burime të tjera financiare. Analiza e të hyrave vjetore për vitin 2025 zbulon disa detaje interesante. Në paga dhe meditjet e presidentes, del që ajo arkëtoi rreth 33.104 euro pag neto, por surpriza qëndronte meditjet për udhëtimet zyrtare, të cilat kapën shifrën prej 11.639 euro, një rekord krahasuar me vitet paraprake. Prindon Sadriu del që përveç pagës diplomatike, në vitin 2025 deklaroi një shumë prej 19.233 euro të arkëtuara nga vendime gjyqësore kundër MPJD-s. Këto injeksione financiare duke se kanë qenë vendimtare për të mbuluar shpenzimet të mëdha të shtëpisë së re. Një detaj narrativ që vlen të theksohet është parcela prej 5.10 ari. Në vitet 2017-2018 kjo tokë deklaroi si pasuri e përbashkët e çiftit presidencial, mirëpo në deklarimet e fundit, ajo figuron vetëm në emër të presidentes Osmani, ndërsa shtëpia në varg mbetet e regjistruar si e përbashkët. Sot çifti Osmani Sadriu nuk është më çifti i vitit 2011 që luftonte me këstet e një banese në ndërtim. Ata tashmë zotërojnë një portofol pronash që sipas vlerës së deklaruar zyrtare ka shifrën prej 836.000 euro, duke ju afruar me hapa të shpejt pragu të milionit.